plastic hours, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this elastic time, we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time will wait for you. Rafshat. This elastic flow, each second's precious true. Ato i thrat. Mirë më njës, unë po iki në punë edhe mbrëm në mes të natës, më ka ardhur mami në shtëpi. Jam akoma e shokuar, sepse realisht nuk e prisja. Kemi ardhur në fshat, mami ka ikur me Roanin për të marrë Chelsea të një kushurir që kemi pas lë. Unë jam duke i pritur, edhe thash që të hapa kamrën edhe t'ju tregoj. Ndojmë të rrim sot këtu dhe jam unë, mami dhe Roanin. Hape? Ja ku jam sërisht, kam veshur këtë gjën sepse këtu është shumë ftohtë, sepse jemi shumë afër malit të Morrit, edhe kam marrë një kështu dhe jam duke u mbush me frym. T'ju tregoj pak historinë e mamit mbrëm. T'ju them të drejtën, nuk kam kuptuar asgjë. Mia ka qenë në Itali dhe ka ikur të premten, edhe ajo iku surprizë, do me thënë e dinte vllai, po nuk e dinin të shtëpisë. Edhe mami kishte prerë, do me thënë Joy ka prerë biletën të dyjave, edhe mamit edhe Mias në të njëjtën datë për kthimin. Edhe unë e dija që do vinte Mia dje dhe i kam shkruajtur kur ka zbritur në Shqipëri dhe i thash që si të eci rruga edhe kaq, okej, fola pak dhe e lash muhabetin me haq, pastaj jam munduar të lidhem me mamin, por nuk i vinte, edhe mendova që nuk ishte internet, pastaj ka marrë Kamila në telefon. Kamila nuk ma ka hapur, pastaj më mori vetë edhe më tha që mamit i ka mbaruar internetin mbrëm edhe kur të shkoj unë në shtëpi do të marr. Edhe okej, pastaj Kamila nuk mori më edhe unë e lash me haq, ishte ora diku tek 10 e darkës, edhe neve sa kishim ngrënë bukë edhe po rrinim secili në hesap të vet. Vetëm kur bie dera edhe mua mu bëj sikur ra, por isha kështu në përëndra, kur i thonë. Pastaj më dukeshte sikur binte zili, apo prap nuk është se isha shumë e sigur, deri në momentin që pash që u ndes dhe u fik drita e korridorit jashtëm. Edhe aty i thash burrit që çou, sepse ke njerëz edhe do të thënë ka njerëz, i thash kaq, mendova mos ndoshta kishte ardhur dikush te puna. Edhe kur doli Roani edhe tha, ma ka ardhur Mia. Thash ç'ne Mia, pas dola takova Mian edhe më tha që isha me vllajin sepse kishte për të sjellë një porosi në Gramësh, duke qenë se vllai Mias punon në mobileri. Edhe, okej, pastaj në momentin që po futeshe Mia me vllajin brenda, vetëm kur del mami. Nuk e di se si t'ja u shpjegoj atë moment, por unë nuk e kam besuar gjithë natën që kishte ardhur. Edhe normalisht sot kam qenë shumë e gëzuar edhe shumë e lumtur, edhe besoj se më kuptoni se si ndihesh kur je në këtë moshë edhe ke mamin larg edhe takon shumë rrallë.
Edhe sot kam ikur në punë, si që ju kam treguar, pastaj në momentin që unë mbarova punën kam shkuar tek mami sepse kisha lënë orar për të lyer flokët. Kemi mbaruar disa punë të vogla, morëm disa ushqime dhe kemi ardhur në fshat. Do të qëndrojmë sot këtu, do të bëjmë lakror, se prandaj kemi ardhur, edhe nesër do të zbresim sërish tek shtëpia ime. Gjithsesi, unë këtë javë do ju marr me vete dhe mendoj që nuk do të postoj gjatë gjithë javës derisa mami të kthehet sërish në Itali. Ato itrat. Këta e është një tomë shkruaj vendi familjes. Ashtu të shkruaj. Më mirë se fshati. Oran, kita një u bërë katunar. Gjo. Akrit! Shakkat e tua shkët e tjerë. The last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. And moments forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. So hold Nuk on. është shumë herët, është shumë vonë, madje do të jetë ora diku te 12 ose 1. Kam pirë kafen, mami vetëm kam bërë punë se e ka shumë e qef. Edhe do rrim edhe pak edhe pastaj do nisemi për në Gramësh. Kam shpërndar disa foto në Instagram edhe janë duke më shkruar gocat që ndodhen në fshat si unë në këto momente edhe duke më dërguar fotot e tyre. Edhe jemi duke folur se sa bukur dhe se sa të lumtur kemi qenë kur ishim fëmijë, edhe se sa shumë i shijonim gjërat, sepse kishim pak, por ato që kishim i shijonim vërtet, kurse tani fëmijët tani kanë të gjitha gjërat edhe nuk shijojnë asgjë. Apo jo, Roan? Personalisht më super vihet këtu vetëm kur është mami. Përndryshe kur nuk është mami ose kur nuk ka njëri, nuk më vihet edhe nuk më arrihet. Po mendoj që duhet të vi më shpesh,
Sidomos në ato ditët që janë me shi edhe ne duhet të rrim brenda gjatë gjithë kohës. Dhe maksimumin që mund të bëjmë është të rrim në telefon ose të flejmë gjumë. Do ishte më bukur sikur t'i kalonim këtu ato ditët me shi. Po e mendoj që duhet të vi më shpesh edhe të bëj vlog për ju. Tani është momenti më i vështirë ku mami nuk del nga shtëpia. Ma! Po ikim njerëz. Edhe kjo është arsyeja pse unë nuk dua të vi në fshat. Jam duke pritur mamin. Krushit! Jemi tek ura e Sulovës, apo kemi ngrënë darkën, edhe unë kam ngrënë mirësisht shumë, nuk po lëviz dot më, e kam tepruar. Dhe ndërkohë kam dalë me Roanin këtu jashtë, sepse Roani luan diku aty te lodrat. Edhe thash të flisja pak me ju, për ndërkohë po ndjej që po bien disa cërka shiu. Këto ditët me mamin kanë kaluar shumë shpejt. Sot është e mërkur edhe nesër mami do iki tek gjyshin në Durrës. Ka ardhur që ditën e hënë mos gaboj, por që unë nuk e kam kuptuar fare, më duket sikur ka ardhur sot mbasdite. Mbasdite kemi ardhur në Gramësh. Nuk munda të hap telefonin, kam bërë një dush edhe pastaj më kishte zënë gjumi në kuzhinë.